A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'du. Falenderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm për t'i falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet më të ngrohta i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Shikues të nderuar vëllezër dhe motra, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi dhe rahmeti i Allahut azza wa jall qoftë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. E pashtë arsyeshëm dhe obligim të flas për një mëkat, për një gjuna të caktuar, i cili mëkat dhe gjuna ka qenë edhe është dominante ende në mesin e njerëzve, e veçanërisht për fat të keq në mesin e muslimanëve, duke pas parasysh se argumentet rreth këtij mëkati janë të shumtë, të cilat kanë ardhur në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya min kaba'iri dhunub. Ky haram konsiderohet prej harameve apo prej gjunave të mëdha. Ajo është al-khiyanatu wa anwa'uha. Tradhtia dhe llojet e saj. Tradhtia dhe llojet e saj. Tradhti në gjuhën arabe do të thotë diddul amana, kundërta e besueshmërisë. Dërsa në kuptimin e gjuhës, faktikisht në kuptimin e shariatit, do të thotë katmu sharr lil ghayr wa idharuhu an tariqin ma. Fshehja e të keqes nga të tjerët, pastaj zbulimi i saj në një farë mënyre. Për me kuptua ma qartë, në gjuhën e popullit tonë, siç flet populli jon, se çka do të thotë tradhti? Tradhti do të thotë me ta kall dikush jargonin. Tradhti do të thotë që dikujt i ki besu, pastaj të ka tradhtu, i ki thonë, pa shumë të kam besu, ki qenë njëri vetëm të cilit i kam besu, qysh më tradhtove? Si munde me më tradhtu? Të nderuar vëllezër, po i riktheksoj edhe një herë. Tradhtia në simbas shariatit të Allahut subhanahu wa taala, apo gjykimi i shariatit të Allahut subhanahu wa taala mbi tradhtin, ajo konsiderohet mbi prej gjunaheve, prej mëkateve, prej harameve të mëdha. Argumente të shumta, të cilat kanë ardhur në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat neve apo juve apo besimtarëve Allahu subhanahu wa taala na tërheq vërejtjen dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërheq vërejtjen që muslimani duhet të misheni drejt, jo me qenë tradhtar, sepse tradhtarët Allahu subhanahu wa taala nuk i do. Tradhtarët Allahu subhanahu wa taala nuk i do, thotë Allahu azza wa jall në surën Nisa ajeti 107, thotë Allahu subhanahu wa taala inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah nuk i do tradhtarët. Allahu subhanahu wa taala nuk i do tradhtarët edhe gjunahçarët dhe shumë ajete tjera të cilat folin kundër tradhtisë, të cilat e kundërshtojnë që nuk guxon asesi muslimani dhe muslimania me qenë tradhtar,
më i parë tradhtar i vetvetes, pastaj me tradhtue emanetin. Të nderuar vëllezër, sikur që tham se tradhtia ndahet në disa lloje. Tradhtia më e keqe, më e rrezikshme është tradhtia ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famlart: Ja ejuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O ju të cilët keni besuar, në emër të besimit, Allahu këtu në këtë ajet kuranor po i drejtohet besimtarëve, muslimanëve, ata të cilët e besojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja ejuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, la takhunu Allaha war rasula, mos e tradhtoni Allahun, mos e tradhtoni Muhammedin alayhi salatu wassalam, wa takhunu amanatikum, sepse ju e tradhtoni emanetin, besimin që e keni dhënë Allahut dhe Muhammedit alayhi salatu wassalam, wa antum ta'lamun. Ju këtë e dini shumë mirë. Tradhtia ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam konsiderohet, të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, atëherë kur njeriu bëhet mendje madh ndaj mësimeve të Allahut dhe ndaj mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e fal namazin me dije, duke e ditur obligashmërinë e namazit, duke e ditur argumentet, duke e ditur se namazi është farz, e ndëgjon ezanin, inkurajohet për hoxhallarëve, e din shumë mirë që duhet më fal, e din shumë mirë që nesër Allahu namazin do ja kërkon në botën tjetër dhe ai nuk e fal. Ky konsiderohet tradhtar për namazin. Apo ajo i shkel dispozitat e Zotit, i afrohet haramit, largohet prej halalit, ky konsiderohet tradhtar. Çdo shkelje e urdhit të Allahut me dije, me qëllim, konsiderohet njeriu tradhtar tek Allahu subhanahu wa ta'ala, apo duke shkel edhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kur'an: "Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Çka t'ju mëson Resulullah, merrni, dhe çka t'ju ndalon për asaj ndaloni. Nëse njeriu e bën anasjellas, e bën të kundërtën, robi nëse bën të kundërtën, atëherë me qëllim, duke kuptu, duke ditë rëndësinë, pastaj nuk pranon nga i dërguari i Allahut, refuzon, ky njeriu konsiderohet tradhtar ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lejoni shkurtimisht, shikues, vëllezër dhe motra, ti përmendi diku një 7 apo 8 lloje të tradhtisë. Lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që Allah ta largojë tradhtinë përmesit njerëzve, e përmesit muslimanëve, e përmesit tonë. Tradhtit janë disa lloje. Lloji i parë, khianatul ulama. Tradhtia ndaj hoxhallarëve. Mi tradhtu hoxhallarët, mi tradhtu dietarët, duke i shtrembru derset e tyre, ligjëratat e tyre, dhe duke i deviju mësimet e tyre, duke thënë diçka ajo çfarë nuk është e vërtet për dietarët apo hoxhallarët. Mi shpik diçka që nuk është e vërtet. Qofshin ato ligjërata, qofshin ato shkrime, qofshin ato po më parasysh diçka, sikur që thot popullit e na e ka bishtin, ja hek, nëse nuk e ka, ja qet. Për me kuptu pak më qartë. Tradhtia ndaj dietarëve, ndaj hoxhallarëve është mëkat i madh. Është mëkat i madh. Sepse dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Innal ulama warathatul anbiya." Vërtet se pejgamberët e Allahut azza wa jalla janë trashëgimtarët e, faktikisht, vërtet se ulemat, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve të Allahut azza wa jalla. Do thënë dietarët trashëgojnë ato çfarë pejgamberët, domethënë, e kanë marrë nga unë Allahut subhanahu wa taala mësimet,
fjalën e Allahut, fjalën e Muhamedit alayhis salam, pejgamberit e trashëgojnë me pas kujdes, nëse ndëgjojmë diçka, ta ndëgjojmë me kujdes, jo me shtu diçka çfarë nuk ka shtuar hoxha, apo me paksu diçka çfarë nuk ka paksuar hoxha. Kjo është tradhti ndaj dietarëve, Allahu më na ruajt. Khiyanetul walidain li abnaihim, tradhtia e prindërve ndaj fëmijëve të tyre. Pse e lën pas dore edukimin e fëmijëve? Tradhtia e dytë, për llojeve të tradhtisë është prindi, një prind, një nën, një bab mundet me qenë tradhtar ndaj fëmijëve të vet, sepse kur bëhet tradhtar atëherë kur e lën emanetin e Zotit, fëmijëve të tyre nuk ja mësojnë Islamin, kush është Allahu, kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ja mësojnë gjërat elementare të fesë, i lën kështu. E lën pas dore këtë emanet, njeriu konsiderohet tradhtar. Domethënë ndaj Allahut subhanahu wa taala, prindrit konsiderohet tradhtar sepse nuk ja kanë mësuar dinin fëmijëve të tyre. Ndërsa domethënë ja mëson gjëra tjera jo të dobishme. Allah më na ruaj, domethënë që mundet mu dënu nesër prindit tek Allahu subhanahu wa taala nesër ditën e Kiametit, nëse e mëson fëmijën e vet diçka e cila nuk është e dobishme apo nuk është e dobishme për familjen e vet, për prindrit dhe nuk është e dobishme në shoqëri. Prindi konsiderohet tradhtar nëse fëmijët vet nuk ja mëson namazin, Islamin, dinin dhe kështu me radhë. Por ana sjelltas edhe vladi konsiderohet tradhtar ndaj prindërve nëse nuk bën dua dhe lutje për prindërit e tyre, nëse ata janë këtë dynja apo në botën tjetër. Edhe e vladi, edhe fëmiu, qoftë mashkull apo vajzë, konsiderohet tradhtar, e ka thyje emanetin e Zotit nëse i haron apo i harrojnë, po prind në duat e tyre me bëjë dua për prindërit. Që na ka mësuar neve Muhamedi alayhi wasallam, në namazet tona na bëjmë dua. Në 5 kohë të namazit na bëjmë dua për prindërit tanë. Para se me dhon selam djatën dhe të majtën, Rabbena kfirli wa li walidayya, Allahumma Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, Rabbena kfirli wa li walidayya, o Allah fale mu edhe prindët e mi. Gjithashtu, shikues vëllezër dhe motra, tradhtia mesin e njerëzve, tradhtia mesin e xhamateve, tradhtia mesin e lagjeve, tradhtia mesin e shtetit me shtet. Më thënë, janë bë luftrat, janë bë kacafytjet, janë bë përshamjet, është derdh gjaku për shkak të tradhtisë. Allahu më na ruaj nga tradhtia, ja Rabbel Alamin. Gjithashtu, tradhtia në inqizim. E inqizon dikon, pastaj e tradhton në inqizim ja publikon. Ose tradhtia e dy shokëve, të dytë, kanë biseduar për një çështje, domethënë që mos ta qelin, mos ta hapin, mos ta shpërndajnë, ky tjetër e tradhton. Domethënë ja ka dhënë tmetat apo dobësitë e vllaut vet. Ja merr fytyrën, po do i merret fytyrën nesër, do i merret fytyra nesër në ditën e Kiametit, ai që ja merr fytyrën apo e nënvelizon apo e ul, apo e skuq vllaun e vet para tjerëve, e skuq, sidomos sot nëpërmes portaleve të ndryshme, poston diçka, në inqizim, apo në shkrim, edhe në shkrim. Domethënë e skuq vllaun e vet, fol diçka që nuk është e vërtet. Apo nëse kanë pas diçka të msheft mesin e tyre, ai ja shpalos. Ky njeriu, çu do të del nesër para madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, men satara musliman satara Allahu lahu bi yawm al-qiyamah. O kema qala nebiu alayhi salatu wasallam, kush vllaut vet jam shef një të marre, një të keqe, një turp, Allahu nesër do ja mlon marrën dhe turpin atij para madhnisë Allahut subhanahu wa taala dhe para krijesave. Edhe shumë lloje tjera të tradhtisë, lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na edukoj, ja Rabbel Alamin, të na udhëzoj. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Kush i ka 4 cilësi, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush i ka 4 sifate, konsiderohet prej munafikave, prej dyftyrshëve. Sepse munafikat ku e kanë vendin? Munafikat dyftyrshët e kanë vendin në xhehenem, Allah më na ruajt. Innal munafiqina fi ad-darki asfali min an-nar. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala, kur ngritën për namaz çon dembela për tasa. Yuraun an-nas, e bëjnë punën për njerëz, nuk e bëjnë punën për Allahun subhanahu wa taala. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush i ka thënë faktikisht 4 cilësi i ka munafiku, dyftyrshi. Ka thënë idha tumina khana, kur i besohet atij, ai tradhton. Ki besue,
shokut, vllaut, antarit familjes, pastaj të ka tradhtu. Të gjithë i kemi besu, në ka tradhtuar. Ky konsiderohet munafik, Allahu më na ruajt. Wa idha haddatha kadhaba, kur fol gënjen. Prej sifateve të apo prej cilësisë dyftyrshëve, munafikëve, domethënë ata kur folin gënjejnë, rrejnë, janë rrenacaka. Wa idha ahada ghadara, kur premton thyen beslidhjen. Wa idha khasama fajara, dhe kur tim diçka mu fjalos me ty, s'len fjalë të këqija në dyta pa të fol. Allahu më na ruajt. Një sure komplet Allah e ka zbrit në Kur'an. Një sure të tërë e ka zbrit në Kur'an, suratul Munafiqun, suratul Munafiqin, au Munafiqun. Suratul Munafiqun, surja munafikëve, surja dyftyrshëve. Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammedit alayhi salatu wasalam, idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu annaka la rasulullah. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur vjen ty hipokritët, munafikat, ata para te të kallëzohen që janë besimtar, musliman të mirë, por dihet që ata janë munafika, ata janë dyftyrsha, domethënë dyftyrshët, munafikët, janë ata të cilët domethënë jashtë tregojnë që janë musliman, kurse në brendin e tyre kanë mshef kufrin, mohimin në Allahun subhanahu wa taala, janë shumë të rrezikshëm. Janë shumë të rrezikshëm. E katër i ka përmend pejgamberi selam katër cilësitë munafikave, Allahu më na ruajt. Dëgjoni se çfarë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, jama Allahu al-awwalina wal-akhirina yawm al-qiyamah, yarfa'u li kulli ghadirin liwa, faqila hadhihi ghadratu fulanin ibn fulanin. Kur Allahu subhanahu wa taala do t'i të boj njerëzit të parët dhe të fundit në ditën e Kiametit, për çdo tradhtar do të ngritet një flamur dhe do t'i thuhet kjo është tradhtia filanit birit filanit. Allahu më na ruajt. Para krijesave të partë edhe të fundit do t'i tubon të gjithë Allahu azza wa jall. Para këtë atyre njerëzve Allahu subhanahu wa taala kami dalluar munafikët, kanë thënë që ky është munafik, ky është munafik, ky është dyftyrsh, edhe kanë me pas flamurin. Subhanallah, sa keq. Para njerëzve. Nëse 4-5 persona rrin bashk, nëse njëri fol keq për tjetrin, çati për aty, ai udhnohet me një herë. Nesër pas nesër thot ma ki marr ftyrën, para kuna para 2-3 vitave. E çka thuani shikues vëllezër dhe motra, Allahu kur do t'i të bon njerëzit, Allahu kur do t'i të bon njerëzit të parët edhe të fundit. Pastaj çka do të bëhet? Për çdo tradhtar do të ngrihet një flamur, do t'i thuhet kjo është tradhtia e filanit birit filanit. Allahu më na ruajt. Gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, la yajtami'u al-imanu wal-kufru fi qalbi imri'in. Nuk ka mundësi me qenë bashk në një zemër imani edhe mohimi. Nuk ka mundësi në një zemër që ka kriju Allahu subhanahu wa taala me qenë bashk imani të besurit në Allah edhe me qenë mohimi. Ose mundet me qenë vetëm mohimi në Allah, ose mundet me qenë vetëm besimi në Allah azza wa jall. Pastaj vazhdon hadithi, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wala yajtami'u as-sidqu wal-kadhibu jami'an, wala yajtami'u al-khiyanatu wal-amanatu jami'an. Nuk ka mundësi në zemrën e robit apo krijesës me qenë bashk edhe drejtësia edhe rrena, edhe gënjeshtra. Nuk ka mundësi dikush në zemrën e tina me qenë edhe drejtësia edhe rrena. Ose mundet me qenë vetëm rrenacak, ose mundet me qenë njëri i drejtë. Gjithashtu ka thënë, nuk ka mundësi në zemrën e një njeriu apo një rob të Allahut azza wa jall me qenë bashk edhe tradhtia edhe emaniti. Nuk ka mundësi. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wasalam tradhtarin e ka thënë tradhtari është munafik, është dyftyrsh. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, la tajuzu shahadatu kha'inun wala kha'ina. Pejgamberi nuk e ka pranuar dëshminë e tradhtarit dhe tradhtares. Nuk e ka pranuar dëshminë. Se nuk pranohet dëshmia prej tradhtarit edhe tradhtarës. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër, ka thënë banorët e xhenemit janë 5. Dhe ka përmend prej tyre, ka thënë el-kha'inu alladhi la yakhfa lahu tam'un wa in daqqa illa khana. Ka thënë tradhtari që nuk e fsheh dëshirën e tij, sa me që në vogël e tradhton. Wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Dikush nuk flan, nuk qohet, nuk flan, apo në sabah, në akşam. Domethënë, bon çmos menon kujton vetëm se çysh me të mashtru, edhe çysh me të mashtru ty në pasuni, edhe çysh me të mashtru familjen tonë. Allah më na ruaj.
Çysh do të ringjallet ky njeriu nesër para madhnisë së Allahut Azza wa Jall për llojet e tradhtive që i ka bën njerëzve. Po le ta dinë që më i pari e ka tradhuar vetveten. Më i pari e ka tradhuar vetveten. Çysh do të nesër para madhnisë së Allahut subhanahu wa taala, para ato shpifje, për ato shkrime, për ato incizime që i ka bën ndaj dikujt, X filonit, që do të dhe nesër para madhnisë së Allahut subhanahu wa taala. Çka kam i thënë Allahut subhanahu wa taala? Gjuhën e ka pejgamberi se më ka thënë që kjo gjuha ta bën futesh në xhehenemin Allahut. Elusim Allahun që Allah më na ruaj nga zjarri i xhehenemit ya rabbel alamin. Muhamedi alayhi salatu wasalam të nderuar vëllezër, në shumë hadithe apo në shumë duat e tij na ka bë lutje dhe ka kërkuar nga Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelalu mos na bëjë neve shok tradhtim. Mos na bëjë neve shok tradhtim, sepse shoku më i keq është tradhtia. Kështu ka thënë pejgamberi, o kema qala nebiu alayhi salatu wasalam. Gjithashtu hadithi tjetër ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka mëkat më të merituar, nuk ka mëkat dhe gjuna më të merituar dhe shpejtuar në këtë dynja e pastaj në botën tjetër, ka thënë qatiyatur rahim, ndërprerja e lidhjeve familjarëve, edhe e dyta el khiyanatu aw el kadhib, ka thënë tradhtia dhe rrena. Do thënë tradhtia dhe rrena dhe ndërprerja e lidhjeve familjare, për këto dy negativitete Allahu e shpejton dënimin në këtë dynja para se më ia dhon dënimin e meritum njeriu nesër në botën tjetër për shkak të dy negativiteteve, domethënë bëhet shkak, domethënë bëhet shpif mesin e burrit dhe gruas. Shpif diçka që nuk është e vërtet, tradhton. Për shkak shpifjes tina prishet burri dhe gruaja, se ka tradhtuar, ka rrejt. Pastaj bëhet shkak që më prish një familje. Domethënë Allahu Azza wa Jall e shpejton dënimin e këtyre njerëzve për gënjeshtat e tyre, për tradhtitë e tyre, për shkak që janë bërë më prish një familje, para se më dhon nesër në botën tjetër dënimin, jo jep në këtë dynja, pastaj edhe në botën tjetër Allahu më na ruaj ya rabbel alamin. وجاء في الحديث القدسي كارن حديث قدسي يقول الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه وإذا خان خرجت من بينهما. Thot Allah subhanahu wa taala, unë jam thot i treti për dy ortakave. Dy shok, dy ortak janë në një biznis, me një punë, po punojnë bashkë. Thot Allahu azza wa jall, thot unë jam i treti në mesin e tyre, sepse ata po punojnë bashkë, po duan për izat Zotit, po punojnë bashkë, kanë biznisin bashkë. Thot Allahu subhanahu wa taala, se nëse njëri prej tyre tradhton tjetrin, e ka tradhtuar në pasuri, e ka tradhtuar, ka marrë më shumë se sa që duhet më marr, thot Allahu azza wa jall, unë e largona thot prej tyne. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikues vëllezër dhe motra, ka thënë, kush e tradhton ortakun e vet për ato çfarë ai ka besu, thot un jam armiku i tij nesër në ditën e Kiametit. Subhanallah. Nëse shokun e vet e ka tradhtu, ky domethënë që ai që ka tradhtu tjetrin, pejgamberi sa më ka thënë, un kam qenë armik, dushmon i tij nesër në ditën e Kiametit. Ashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, unë jam larg tradhtarëve nesër në ditën e Kiametit. Do të thotë pejgamberi nuk do i ndërmjetëson tradhtarët nesër në ditën e Kiametit. Allahu më na ruaj. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sifatul mu'min, ka thënë cilësitë e besimtarit janë 3. Kështu do të më qenë një besimtar dhe një besimtare. Idha haddatha sadaq, kur flet fol drejt. Wa idha wa'ada anjaz, kur premton diçka, premtimin e çon vend. O idha tumina waffa, dhe kur besohet dhe kur i besohet atij ai mbush, domethën emanetin e vet. Kurse të kundërtat janë, domethën sifatet e munafikëve, dyftyrshëve, tradhtarëve. Allahu më na ruaj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që në mesin tonë dhe në mesin e muslimanëve dhe në mesin e njerëzve Allahu ta largoj tradhtin dhe ta zbret drejtësinë ya rabbel alamin. Me kaq pe përfundoj, aty ku e kam qellu ka qenë nga Allahu subhanahu wa taala. Nëse dikun kam gabuar, ka qenë prej mos përkatësit time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.